Zonja Balliu, po mund të fishpakuj që nge bërë mos u nxedhe? Jo. Nxehet Alesia Balliu. Të Sot bëra jam e pishuj. shet. Të bëra të pishuj Alesia Balliu. Alesia, po dakord ti në politik po shkëlqen për deputet, pavarësisht se si e deputetet po tani disa gjëra kështu do na thush për veten tënde, ti nga Elbasani. Studion e avokatisë e ke këtu në Tiranë? Po, në Tiranë. Sa vjet ke në studion e avokatisë? 5 vite. 5 vite. Çfarë çështje ke zakonisht civile apo penale? Penale, pasi unë dhe masterin e kam bërë për penale. Ju keni studiuar për jurisprudencë? Për jurisprudencë në Tiranë, mbrapa kam bërë master shkencor. Në Universitetin Evropian të Tiranës, po? Shkencor në drejt publike ndërkombëtare penale. Po aty? Po aty, pastaj kam zhvilluar shkollën e avokatisë, pastaj kam hapur studion tim dhe aderoj profesionin tim prej 5 vitesh tash. Je e pasur? Nuk jam e pasur, nuk jam e varfër, jam intelektuale, jam shtres e mesme dhe jam krenare për veten time. Po sa gjyqe ke fituar gjatë vitit 2025? Se kështu masi ju? Tani, ka pas gjyqe që kam fituar, ka pas dhe gjyqe që kam humbur, pasi jo çdo gjë fitohet dhe arrihet me sukses, por që unë punën e marr me një përkushtim të madh dhe më pëlqen shumë profesioni që bëj. Ke pasur një personazh si klient nga këta të njohurit për çështje të njohura? Jo, kam pasur klient jo kaq shumë të njohur sa për mediat. Por zakonisht çfarë çështje penale të cilit karakter? Po të gjitha karaktereve që përbëjnë veprat penale. Jo, e kam fjalën veprat të rënda vrasja, apo për shembull të krimit ekonomik. Këtu po të gjitha llojet, plagosje, të gjitha. Po çështje në SPAK ke mbrojtur? Jo, nuk kam mbrojtur çështje në SPAK. Atje na mbrojt, atje ka është një personazh atje. Alesia Balliu, avokate e filanit, ja do ishte shumë e bukur. Ke si synim që të kesh mbrojtje të një personazhi që është në SPAK? Nuk kam synim mbrojtjen e personazheve kush hyn apo kush del nga SPAK-u, rëndësi ka të bëj punën siç duhet klientëve dhe pa diskutim që t'jap rezultatet sa më të mira dhe të ngelen të kënaqur nga puna dhe profesionalizmi. Aspirat kam të botoj librin tim të tretë. Ja, se ma ka thënë njerë këtë, e kam kujtuar, do të pyes. Tani, te ky profesioni tënd, te avokatia, je i kënaqur me punën që bën? Jam e kënaqur. Je kënaqur? Jam e kënaqur. Ke një model, ke avokat kështu që ti e vlerëson? Nuk është se kam një model këtu në Shqipëri. Po, profesorët e tu që të ka dhënë jurisprudencë? Profesorët e mi kam një respekt veçantë për njësër emra si Xenofon Kristafi, Romeo Gurakushi, Arjan Besari, po. Ka dhënë Romeo Gurakushi, profesori i historisë? Po, të drejtën institucioneve, filozofin po në Bari, ka qenë një ndër profesorët më të mirë edhe pa diskutim që kam fituar shumë. Arjan Currin prapë kam pas pedagog, ka dhënë po, logjikën. Si e shikon Arjan Curri kështu si analist? Se ka qenë një kolegu im tha këtu, ka qenë prift tha dhe është bërë analist. Në mësimdhënie dhe në leksion ka qenë gjithmonë korrekt, ka qenë gjithmonë i përpik dhe pa diskutim ka qenë një pedagog i mirë. Ti je nga Elbasani? Po. Ke lindur në Elbasan? Po. Ç'është është Elbasani për ty? Elbasani është rrënjët e mia, babai im, gjyshi im, familja ime. Ka qenë të lidhur, ka pasur një arsye pse ti ke qenë e impenjuar me Partinë Demokratike? Ka tradit familja? Po, çuni Xhadit babit, Ilir Balliu ka qenë kryetar i PD-s dhe themeluesi i PD-s në qarkun e Elbasanit. Dhe pa diskutim që ka kaluar tradit familjare dhe isha e djathtë me bindje nga familja. Nuk të thonë këto kohë, Alesia po bolla ngelet duke i sulmuar atë PD-s. Nuk të thonë andej nga Elbasanit, marrin andej? Po ma kanë thënë faktikisht bolli i doktorit edhe i kam thënë që me të vërtetë nuk bëj kompromise, sepse një ndër shprehjet që unë ja adhuroja Sali Berishës ishte kur thoshte midis nënës time dhe të vërtetës zgjedh gjithmonë të vërtetën. Dhe duke pasur Berishën si një ndër personazhet që e kam ndjekur për vite, nuk mund të veproja ndryshe edhe në rastin tjetër. Idulli yt ka qenë Sali Berisha? Nuk ka qenë idulli im, ka qenë lideri im politik në një parti në të cilën unë kam aderuar prej shumë vite, shumë më shumë 15 vjeçare Landi. Kështu që ca të vërtetat i themi. Që 15 vjeçë? Po, ca të vërtetat i themi. Ishe gjimnaz? Po. Në Elbasan? Po.
Në cilin gjimnas atje? Te Konstantin Kristoforidi kam përfunduar. Atje dhe organizoheshit me Partinë Demokratike, ishe vetëm ti apo dhe shokë? Unë kam pas shokë mi kesha, po gjithmonë ka qenë i madh që më merrte, se siç ta thash dhe prej lidhjes familjare që kemi pasur me PD-n, kontribut gati 30 vjeçar që në krijimin e Partisë Demokratike, familja ime, dhe pa diskutim që dhe ADN-ja ime do ishte djathtë. Dhe ta thash, unë kompromis me të vërtetën nuk bëj për askënd. Ke thënë dhe herë tjetër që ke ndërmend të nxjerrësh një libër. Për çfarë bën fjalë? Unë kam vërë 2 libra faktikisht, Landi. Një e kam botuar... Profesional? Po. Tabula rasa pa qëndrueshmëria e institucioneve shqiptare, kam botuar në vitin 2021, që kam folur për ligjin, dhe kam bërë një libër dytë që e kam botuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po pse atje se botuar këtu? Për trafik, po është në anglisht. Është në anglisht? Është në anglisht. Prandaj e kam votuar atje, që është për trafikun e drogës, pastrimin e parave të pista, Shqipëri, Dubai, Kolumbi, dhe lidhjen e figurave të politikës dhe si pastroheshin... Shqiptare. Po pse botove në Amerikë, se botove këtu? Si pastroheshin paratë ndërmjet fushës ndërtimit në Shqipëri. Po pritani se ky libër... Dhe detajet të tjera. Ky është libër studimor. Do një intervistë tjetër. Studimor. Po. Do një intervistë ekskluzive tjetër. Jo, po kjo që nga shumë e rëndësishme, ti duhet ta botosh këtu edhe në Shqip njërë. Atë e kam botuar në Amerikë, do ta përkthej edhe në Shqip, madje nga java që vjen kam një event në një qytet me shumë intelektual, cilin kanë shfaqur interes për librin dhe do ta promovoj, kështu që besoj do më ndjekin edhe njerëz në rrjetet sociale. Edhe unë me kënaqësi do të ftoj për librin, por libri tjetër që ke ndërmend?